ekspert të fushës petroleve që është 20% e botës, pra 1/5 e botës për Siri. Bota besoj që mund të jetojë jo vetëm thjesht 2 muaj duke përdorur rezervat e saj strategjike, por mund të jetojnë edhe në vite të tëra, edhe nëse mbyllet totalisht ngushtica e Hormuzit, sepse këtë e pa edhe me luftën para 3 viteve gjys, domethënë para mbas 5-6 muaj që pati filluar lufta në pushtimi i Rusisë në Ukrainë, e cila u prisi do bënte nami, do rriçin ato, do bëshin çmimet e gjitha, por nuk bëha si gjë, ku edhe Rusia ka një prodhimtari shumë më të madhe se sa ajo, pra edhe kjo duket si i tregohet opinioneve si gogol, por jo se do të jetë jetike për të ardhmen e botës, do të jetë jetike për Iranin dhe për rajonin, ku këtu fakt qëllimi i Amerikës është që ta marrë vetë në kontroll si në Venezuela dhe ta shesi vetë siç bëri me petrolet e Venezuelës, që tashmë i ka totalisht në kontrollin e saj. Qartë, nga ana tjetër, kalojmë tek Turqia, ndërkaq presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka dalë me një qëndrim të fortë duke cilësuar luftën në Iran si të pakuptim dhe nga ana tjetër por edhe të palishme. Mendon se tashmë Turqia është duke u përpjekur të marrë rolin e ndërmjetësit në këtë konflikt të rrezikshëm? Në fakt nuk është se po bën përpjekje për ta marrë atë rol, ka pas shkreta. Gjithmonë është munduar ta ketë, por nuk është dhënë asnjë gjë në dorë, sepse dihet fillimin e negociatave pas luftës dyjavore Izrael-Amerikë-Iran, pra vitin e kaluar, Turqia ishte ajo që u mundua të ulte në tavolinën e diplomacisë të dy anet dhe vetë presidenti Erdogan insistoi në këtë, ku arriti të uli, pra në takimet, por shumë interesante që Taherani zgjodhi të jetë krye negociator, se zot shpijet do të jetë Omanin, e cila tashmë edhe në ramën e kaluar e ka bombarduar Omanin. Pra Turqia ka pas atë rol, e ka dhe mundohet ta ketë atë rol, por në të njëjtën kohë nga që është edhe komshi dhe tashmë dihet ka i qartë që Irani nuk ishte një luan për letre, por ishte një luan i plagosur, ndoshta që nëse në vjen vdekja mua atë do të marr të gjitha rreth rrodhë çfarë kam rreth rrodhë, të marr me vete, dhe kjo me të vërtetë që edhe Turqinë ka filluar ta fusin në mendime të ndryshme, e cila shumë interesante, që për herë të parë pas shumë dekadave baza e amerikane në Incirlik të Adanas, pra e gjitha e hidh, kjo kështu dihet në Turqi, pra është baza amerikane, baza e NATO-s ashtu, para se të lidhen së bashku. 2 orë më parë, ministri i mbrojtjes turke shkoi në bazën ushtarake Incirlik dhe bëri një prononcim shumë interesant, i cili tha në fakt këtë ka për Iran dhe për kënd tjetër, tha që kjo nuk është bazë amerikane, kjo nuk është bazë NATO, kjo është bazë ushtarake turke, e cila përdoret për NATO, por vetëm për mbrojtje dhe jo për sulme në asnjë mënyrë. Pra i thotë Iranit që një gjë, kjo është baza ime dhe nëse ti lufton, domethënë gjua dhe hersi janë kanë ardhur 3 bomba balistike nga Irani drejt Turqisë, që janë azhësuar nga forcat të mbrojtëse ajrore dhe radaret e NATO-s, por për këtë edhe u nisën disa avion luftara F-16 turk, pra me flamurin turk, me pilotët turk, për të treguar Iran që mos na gjuaj më këtë kursin e politike e mbrëmshme turke. Në fakt, Grisela duhet të thonë kjo që është pak ndryshe nga në media ndërkombëtare, të cilat kemi dy rryma të ndryshme, ku duket që deri diku politika e diplomacisë e Erdoganit dhe politika e diplomacisë Hakan Fidanit janë krejt të ndryshme, sepse Hakan Fidani në prononcimet e tyre ka dënuar vazhdimisht aktin e Iranit që ka bërë në komshit e tina, kurse Erdogani, siç e thatë edhe pak më parë, që është totalisht i paligjshëm sulmi i Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit, dhe nga ana e të drejtës ndërkombëtare është i paligjshëm, por i fortë bën çfarë të dojë, kurse Hakan Fidani ka të ndryshme, dhe këtu kemi disa reagime shumë të rëndësishme edhe brenda kulisave të Ankaras, e cila kemi një çarje mes qeverisë dhe diplomacisë, domethënë mes president Erdogan dhe diplomacisë turke, a me të vërtetë Erdoganit tashmë nuk i jepet asnjë, domethënë nuk i jepet informacioni i duhur dhe çdo gjë po bën Hakan Fidani në të vetën, por me sa duket ditën e djeshme pas ardhjes së kolegës Hakan Fidanit, ajo ministri e punëve të jashtme të Kanadas erdhi në atë, dhe atë Hakan Fidani u detyruar, që thohet në kulisit Ankaras që e ka detyruar presidenti Erdogan që të uli kokën, pra mos të flasë kur më
për një dëshirë me luftua me Iranin, qoftë si Turqi apo edhe si NATO, e cila është detyruar që nga presidenti që sot të filloj një turne në shtetet rajonale për çfarë mund të bëjmë për një paqe mes Iranit dhe Izraelit. Sokol, nga ana tjetër Erdogan theksoi se vendi i tij dënon çdo sulm për të shkelë të drejtën ndërkombëtare, pavarësisht se kush e kryen atë. Pra, sa të drejtë për drejtë është këtë mesazh për SBA-n dhe Izraelin nga ana tjetër, apo ndoshta është thjesht qëndrimi neutral diplomatik i Turqisë? Jo, është qëndrimi neutral edhe diplomatik mund ta quajmë atë, por kemi pas folur shumë herë së bashku, e cila Turqia shef një aspekt tjetër, nëse nuk preket sovraniteti dhe harta dhe kufiri turk-ajror dëtar apo në toka e Turqisë, atëherë për Turqinë nuk ka rëndësi, sepse Turqia ka atë forcën e diplomacisë dhe forcën ushtarake mbrojtëse, sa të stopoj edhe nismat e tjera, të cilat kanë qenë qoftë nga Irani në para 2 dekadave, po ashtu edhe nga Siria gjatë dekadës së kaluar dhe deri vitin e kaluar, por edhe nga Iraku, gjana ka pas nismat e tjera, por nga ana tjetër duhet të kuptuar edhe kjo Grisela që sa forcë e ke ti për të thënë stop një gjë, pra e cila me Izraelin duke që Turqia është një gjë shumë e vogël për Izraelin, u dinte që është një forcë rajonale ndoshta e madhe e cila mund të jetë kundër çdo lloj rrymë që mund të ndërhyjë në rajon, por u duk që nuk e ka këtë forcë, domethënë Turqia, kurse Irani është në tjetër dhe duhet kuptuar që kemi edhe një rivalitet në mënyrën pozitive, pra jo armiqësore, por mes Iranit dhe Turqisë, ku Irani tashmë i ka treguar gjithë botës muslimane në thojze, nëse bëhet fjalë për një botë muslimane apo një gjeografi ku muslimanet janë në shumicë, aty ka treguar që po Irani është shumë më i fortë se sa çdo tjetër, domethënë është më i fortë se sa Izraeli dhe ashtu e vetëm gjë që nuk e ka forcën është në teknologji dhe e cila kjo më sa duket nuk është edhe krejt aq mbrapa sa kujtonim ne para kësaj lufte. Kurse në anën tjetër marrëdhëniet e Ankaras dhe të Teheranit, sidomos këto vitet e fundit, pra këto 4-5 vite e fundit kanë qenë shumë të rëndësishme dhe shumë të përparuar për shkakun që pothuajse lideret mallor të Iranit, pra edhe presidenti aktual Pezeshkian është turk, është i rritur në familje turke, domethënë është turki i Azerbajxhanit verior quhet në Iran. E cila ka edhe disa marrëdhënie shumë, por duhet parë edhe nga ana tjetër që Turqia tregon me gishtë domethënë edhe Izraelit që nëse gabon ti domethënë një gjë për të ashtu, sepse edhe ato 3 bomba që ka rasti pas Turqisë dhe shumë generaleve në pension normalisht që dalin në flasin në televizionet proqeveritare të Turqisë, thonë që janë të gjitha provokimet të Izraelit, ato 3 bombat që janë gjuajtur këtu, plus që Teherani ka bërë thirrje Turqisë hapta se kjo është shumë interesante, e cila që po ne nuk e kemi gjuajtur, pra asnjë forcë jona mozaike e ushtrisë pas Ayatollah Khameneit, pra që tashmë është mozaike çdo forcë ushtarake apo çdo repart që mund të themi ne, çdo bazë ushtarake ka të drejtën të dëgjuaj të bombardoj vetë pa marrë lejen nga lideri suprem i tyre, pra. Dhe nga kjo nuk ka ardhur asnjë gjë nga ana jonë, hajde të ngrejmë një komision së bashku i cili Hakan Fidanin e ka si themi domethënë e ka lënë matan edhe presidenti Erdogan, që Irani thotë hajde ta bëjmë një komision së bashku e cila ta besoni që nuk është, por kur është një shtet në gjendje lufte është edhe shumë e vështirë që të besojmë an apo bën apo cën, sepse e dihet që edhe propaganda edhe të tjera, por më sa e shoh unë që Turqia tashmë edhe që mori edhe sistemin e tretë Patriot që mori nga Gjermania ditën e sotme kanë ardhur në Incirlik të Turqisë, jo tregon që Turqia nuk dëshiron të jetë të përshkallëzohet ajo, por nuk e ka forcën në asnjë qoftë nga ana diplomatike apo ushtarake apo edhe e asaj nga ana teologjike, domethënë e sunive që të vendosit diçka në këtë rajon, pra në jashtë Turqisë. Dhe fjalë se për në Turqi brenda normalisht që Turqia është një shtet që besoj që nuk ka shansin të bëjë kush shaka me Turqi. Sokol, në këtë rast, pra në gjithë të konflikt, sa vështirë është për Turqinë që të ruaj balancën mes interesave të saj, por sigurisht nga ana tjetër edhe presioneve ndërkombëtare?
Balancat e Turqisë janë jetike për veten e vetë, në radhë të parë. Në radhë të dytë, geostrategjia turke rajonale, po ashtu edhe me geostrategjinë makro të Amerikës që ka për globale, nuk bien nesh pra me njëna tjetrën. Vetëm gjë që kanë ndarë nesh me janë kanë pasur në Irak dhe në Siri për punën e të bërë shtetet kurde, por këtë ja ka arritur me sukses Turqia për interesat e veta normalisht që mos të bëhen atë dhe nuk u bën. Pra nuk bëhet fjalë për një Kurdistan as pak. Kështu që nëse shohim politikat gjeostrategjike të Turqisë dhe të Amerikës, këtu kuptohet krejt qartë që po atëhera nuk ka një rrezikshmëri për ashtu. Por nëse do të ishte Turqia pra si Irani apo si një tjetër, por edhe është pamundur sepse është antar në atë, por nëse do të ishte atëhera, Turqia do kishte probleme krejt tjera mallore, kurse nga ana ushtarake Turqia është totalisht NATO. Pra, Turqia është si Franca, është si Gjermania, është si Anglia, si Shqipëria është e vogël, por dhe në këtë aspekt e forca e NATO-s pra për të mbrojtur apo për të luftuar, dhe teknologjia e NATO-s, pavarësisht se kemi atë ëndrrën, atë fantazi që është më e mira në botë, kemi domethënë çdo lloj gjëje që nuk na prek asnjë bombë, nuk bën ashtu, por me sa duket edhe kjo deri diku është pak edhe iluzionare, është iluzion sepse gjithë teknologjia e NATO-s e Amerikës që është mbi Izraelin, ajo po të thuash që ka le shumë për të dëshiruar, se tash me qindra bomba bien mbi Izraelin, pra edhe mbi kryeqytetin e Tel Avivit, kështu që Turqia thuhet se për rëndësimet zyrtare, por edhe të ekspertëve dhe ndërkombëtarë që ka një proventari në industrinë e armëve të cilat janë një sukses 100% turk, pra qoftë nga ana teknologjisë dhe prodhimit është turk, e cila këtu ndoshta mund të jetë krejt ndryshe nga të tjerë. Por në politikat rajonale, Turqia, domethënë, interesat turke dhe interesat amerikane nuk janë të konfrontuar me njëri tjetrin, pra nuk janë kundërshtar, kështu që Turqia është shumë më lehtë. Vetëm problemi është pjesa kurde, por edhe aty besoj që Turqia ka forcën ta stopojë siç e ndodhi për shembull në Irak dhe në Siri. Qartë. Sokol, nga ana tjetër, deklaratat e fundit të presidentit amerikan Donald Trump kanë tronditur disi marrëdhënie transatlantike, duke vënë në pyetje vetëm rolin e aleancës më të madhe ushtarake në botë dhe mbas kësaj Trump ka